Pavioni i onkologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza tashmë është kthyer në një ambient më funksional dhe më dinjitos për pacientët që i nënshtrohen trajtimit me kimioterapi. Fal një ndërhyrjeje të realizuar nga Fondacioni Mane, kushtet e trajtimit janë përmirësuar ndjeshëm, duke ju përgjigjur nevojave të një shërbimi ku çdo ditë trajtohen pacient nga e gjithë Shqipëria. Në kuadër të kësaj ndërhyrjeje, Fondacioni Mane ka dhuruar 30 poltron të rinj me parametra modern, ka riparuar 7 poltron ekzistues dhe ka kontribuar në përmirësimin dhe zgjerimin e hapësirës së trajtimit. Për herë të parë është krijuar edhe një ambient i ri dedikuar për marrjen e kimioterapisë ditore, i cili tashmë është plotësisht funksional dhe në dispozicion të pacientëve. Fal këtyre përmirësimeve, kapacitetet e pavionit të onkologjisë janë rritur ndjeshëm. Sot rreth 90 deri në 110 pacientë në ditë mund të marrin terapi në kushte më të sigurta, më të qeta dhe më të organizuara, duke shmangur pritjet e gjata dhe grumbullimet gjatë procesit të trajtimit. Aktualisht ne kemi shtuar akseleratorin e tretë, pra që është një ndihmë akoma më e madhe për për trajtimin e pacientëve, por prapë një këmbgulje e qeverisë mundohej që të vinte dhe ky akselerator. Kështu që të gjithë po punojnë në një drejtim që të afrojmë trajtim me dinjitet dhe ajo që pak a shumë bëhet edhe jashtë. Pavioni i rinovuar u vizitua edhe nga themeluesi i Fondacionit Mane, Samir Mane, i cili u njoh nga afër me ndërhyrjen e realizuar dhe vlerësoi ndikimin e saj të drejtë për drejtë në cilësinë e shërbimit për pacientët. Po të shkojmë në përrete sa ta vinë në Tiranë, ndoshta është më mirë akoma. Po ne ta marrim si iniciativë atëherë që aty dhe orientimin tuaj, sepse do ishte më mirë që atë nga vinë ju i kuptoni nga vinë nga Elbasani ose nga Korça të çojmë më shumë në Korçë, mos bën dhe rrugën, po mirë atëherë ta shohim të shumë të rëndësishme për vitin tjetër ta fusim në program edhe në gjithë spitalet rajonale. Faleminderit shumë. Kjo ndërhyrje është pjesë e misionit të Fondacionit Mane për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien në komunitet përmes investimeve me ndikim të drejtë për drejtë dhe të menjëhershëm në jetën e njerëzve.